Tu du të dalë tash. Dhe me thënë, du të them që unë nuk e kuptoj BDI-n, sepse është BDI-a është tani nervoze, është në panikë dhe duhet të thotë kështu ja, për shembull, këto teza që i prezenton edhe Xhelali, që ato i një principi, jo, okay, po edhe i kam dëgjuar edhe herëve tjera, domethënë që i principiale konsistente janë nëse kthehesh edhe nga janë jo transparente, jo principiale, jo transparencë më e madhe ka dhënë VMRO kur në zgjedhjet e 11 dhjetorit, 6 muaj bëshin negociata me VMRO-n dhe populli s'dinte me kë bën negociata. Kjo okay, domethënë, por ne nuk kemi marrje shumë të gjatë, kemi të shkurtër. Ajo që dua të them është nuk e justifikoj LSDM-n. Domethënë LSDM-ja ka kërkuar nga populli shqiptar të delë në barikadet e kësaj revolucionit të Raman. Domethënë ju thonë që kemi marrë 22.000 vota. BDI-ja dhe struktura dhe eksponentë të saj politik kanë ngjerë në përzyra të mbyllur, nuk kanë dalë, nuk kanë qenë pjesë e këtyre revolucioneve. Ndërkohë që edhe Zjadini bashkë me Arbenin, edhe Aleancë, edhe Besa kanë dalë eksponentë të saj më të lartë dhe kanë përkrahur të revolucioni. Unë se kuptoj LSDM-n tani se si e shef këtë lloj, siç thotë Xhelali, koalicion qeveritar, ato janë qeveri dhe me Aleancën janë. Pse duhet të kenë një lloj ekuidistance prej Arbenit dhe prej Zjadinit, ndërkohë që duhet ta përkrajnë vetëm BDI-n. Kjo e parë dhe e dyta, LSDM-ja ka edhe problem ideologjik me këtë punë. Domethënë ato promovojshin një shoqëri, një shtet. Domethënë i bie që ato asnjëherë se kanë pas gajën e shqiptarëve, kanë patur gajën ta shpëtojnë BDI-n. Dhe kështu i bie sepse ato s'duan të integrojnë shqiptarët, por duan të i japin një dorë ndihmëse. Edhe e fundit e përfundoj, unë kam edhe një kritikë edhe për shoqërinë civile maqedonisë, edhe gazetarët edhe intelektualët, ku po dilnim ne në mbrojtje të këtyre idealeve për demokraci dhe për liri, bashkëqytetarët të Maqedonisë thonin që na ndihmoni edhe ju pak, sepse nëse edhe 5 vjet do rinte VMRO-ja në pushtet, s'do të ekzistonte as Komi Maqedonas, as institucionet e shumë radh. Tani, kur kërkojmë ne ndihmën e tyre, ato heshtin edhe justifikojnë këtë koalicionin LSDM me BDI-n. Nuk mund të ketë demokraci dhe liri parciale. Ose do jetë kolektive e gjitha, ose s'do ekzistojë absolutisht hiç. Unë s'mund ta kuptoj që LSDM-ja të përkrahen njerëz që kanë qenë 15 vjet pjesë të këtyre politikave. Njerëz të cilat kanë padi aktive nga gjyqe për korrupsion e kështu me radhë. Unë mund ta kuptoj për shembull që LSDM-ja të përmbaj figura të reja, që është figura e Visarganiut, po të përmbajsh njerëz të cilat kanë padi, unë sigurisht nuk mund të justifikohet.